shkak veprës penale kanosin. Disa komente në dy faqe të ndryshme që ka marrë kërcënime me jetë, por kanë qenë pra kërcënime me vdekje. Hapim seancën e shurtimit fillestar në çështjen penale 2099/25 kundër të akuzuarve për shkak veprës penale kanosje nga neni 191 paragrafi 2 i Kodit Penal të Republikës Kosovës, si dhe të pandeurit për shkak veprës penale kanosje nga neni 181 paragrafi 2 i Kodit Penal të Republikës Kosovës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, PP2NR 361/25 datës 17/2025. Andaj mungesë kushteve ligjore në mungesën e prezencën e pandeurve, seanca e sotme nuk mbahet, për të njëjtën nuk kemi kushte. Sot pra u mbajt seanca fillestare, shërbimi i parë gjyqësor për rastin e kanosis. Në korrekt të këtij viti kam denoncuar në Policinë e Kosovës disa komente në dy faqe të ndryshme që ka marrë kërcënime me jetë për shkak të punës time si gazetar dhe punës time si kryetar i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Kërcënimet në fakt kanë ardhur në muajin maj, kanë ardhur në periudhën e publikimit të raportit të reporterëve pa kufi që rendit të Kosovën në vendin e 99, dhe këto kërcënime kanë ardhur pas një sër intervistash që unë kam dhënë për mediat kosovare, duke i shpjeguar sipas AGK-s arsyet pse Kosova ka rënë në vendin e 99. Ajo çfarë ka ndodhur në atë kohë si klim është që partia politike Vetëvendosje, deputetët e saj, qeveria e Kosovës nëpërmjet formave të ndryshme e kanë fajsuar AGK-n, edhe mua personalisht, por edhe zonjën Kusari, për rangimin e keq të Kosovës në indeksin e lirisë së medjave të reporterëve pa kufi. Kërcënimet që unë i kam marrë dhe dy persona që janë akuzuar sot kanë shkruar mes tjerash në një faqe online në cilën është vënë fotografia ime me një mbishkrim ku shkruante asnjë gazetar serb nuk do ta bënte atë pyetje. Në atë video unë po intervistoja për emisionin Interactive Talks kongresmenin amerikan republikan Mike Lawler në New York, dhe pyetja ime kishte të bëj me atë nëse administrata Trump do të punonte me qeverinë Kurti, pasi që administrata Biden kishte probleme me qeverinë Kurti për shkak të zhvillimeve në veri. Pra, kjo fotografi, ajo montazh me këtë mbishkrim ka bërë që të marrë qindra komente, fyerjet jemi mësuar, por kanë qenë pra kërcënime me vdekje që më kanë bërë që pas disa javësh ti denoncoj. Arsyeja e denoncimit në fakt ka të bëjë edhe me një inkurajim që dua t'u bëj të gjithë gazetarëve, aktivistëve të shoqërisë civile që ti denoncojnë rastet e tyre. Unë jam i lumtur që prokuroria ka arritur që në një kohë shumë të shpejtë për kushtet e Kosovës të ngresë akt akuzë kundër dy personave, siç e pam, të dy jetojnë jashtë, njëri në Suedi, njëri në Zvicër, dhe nuk kanë mundur të vinë personalisht këtu, dhe shpresoj që në seancën e radhës që u caktua për 10 dhjetor ata të jenë të pranishëm.